Shkodra është kthyer sërish në qendrën e sportit dhe energjisë rinore me organizimin e Gjimnastrada 2026, aktivitet që mblodhi dhjetra fëmijë dhe të rinj nga i gjithë vendi në një festë të dedikuar gjimnastikës. Sot është një ditë e rëndësishme për lëvizjen olimpike, jo thjesht për të mbushur një pallat sporti, por të dhënë një mesazh shumë i rëndësishëm për prindrit që t'i sjellin fëmijët e tyre po pranë sportit, më pranë këtyre palestrave, se do t'jenë më të shëndetshëm për veten e tyre, për familjen dhe për shoqërinë. Kur nuk kam parë kaq shumë fëmijë dhe të rinj kaq të bukur, kaq të gëzuar, kaq energjik, kaq fizikisht të përgatitur. Dhe këto me sa e kuptoj unë e bën vetëm ajo që bën ju. Gjimnastika krijon një mrekulli tuajën që ju t'jeni sot fëmijë të shëndetshëm, fëmijë dhe të rinj me energji, dhe ta sillni edhe ne këtë kënaqësi energjinë në qytetin tonë të bukur që e don shumë sportin. Gjimnastika i bashkon njerëzit, sporti i bashkon, edhe kjo rëndësia e gjithëve që futen nëpër palestra dhe bajnë palestra. Ne po organizojmë Gjimnastradën që tashmë e kena fut në rrugën e traditës dhe besoj është një traditë që do vazhdoj gjatë. Gjimnastrada 2026 uli si parim për këtë vit, duke lënë premtimin për një organizim edhe më të madh në edicionin e ardhshëm.